Përshëndetje Julian, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Mirë se u gjeta i dashur Artur. Ka qenë një ftesë e hershme juaja që shkure nisët përpara një viti. Dhe unë kam qenë të jemi ndershëm edhe me publikun, kam qenë pak paragjykues. Mendova se ky cikël emisionesh që ju nisët nuk do të kishte suksesin dhe autoritetin që ka fituar sot si emision, ku kam ndjekur, kam parë, kam dëgjuar personalitete nga të gjitha fushat e jetës në Shqipëri. Dhe me këto ritme që ju e zhvilloni, duke përdorur edhe një batut në marrëdhëniet tona që juve si Artur jeni gjithmonë në thonjza në luftë me vetveten, pra kërkoni sfida të reja, mendoj se do ta këtë emision nga përfaqësimi me përmasa kombëtare do ta ktheni, do ta shndroni nesër në një emision me përmasa ndërkombëtare. Është një sfidë e juaja dhe një emision që po fiton autoritet dhe që ndiqet duke patur një specifik, sepse juve e shfaqni në kanalin tuaj pa pasur sponsor, pa pasur logon e një institucioni apo media të nuk po përdor epitetin të fuqishme apo por një media autoritare, po them. Dhe keni një sfidë më vete. Domethënë jeni kthyer në një emision dhe në një institucion. Po. Jemi pikërisht te pavioni para viteve 90 po i quajmë, okay. Ndodhemi në katën e dytë të Muzeut Historik Fier. Ndodhemi në një kthyer në kohë. Tek dhoma maket e periudhës së komunizmit. Është një nga këto bufet që vendoseshin dikur në sot ne quajmë sallone, po në kuzhinat tona, se kështu ishte sistemi. Sa kushton? 2 dhoma një kuzhinë apo një dhomë një kuzhinë e apartamenteve. Kjo është duhet të bërë me porosi, por kanë qenë në mos gaboj kanë pasur 2 çmime dhe quheshin bufet 12.000 lekëshe apo 15.000 lekëshe. Nisën diku të prodhoheshin në gjysmën e dytë të viteve 80. Diku nga vitet 86, 87, punoheshin dhe në mënyrë artizanale, fshehur azi nga mjeshtrit marangoz apo zdrukthar, sepse një pjesë e tyre punonin në shtëpi. Punonin privatisht në shtëpi, pavarësisht se ishte ndaluar nga ligji, por e gjenin. Atëre quajnë në thonjza me shoqëri. Po, me shoqëri. Po nën kuptoj që të gjithë vinin nga ndërmarrjet e ndryshme, nga pronësia shtetërore. Dhe pjesën tjetër, pastaj pjesa kryesore punoi nga ndërmarrjet industriale. Të shërbimeve, po them. Për shembull në Fier, në qytetin e Fierit ne kemi pasur ndërmarrjen e përpunimit të drurit, e cila ka pas qendrën tek rruga e sotme, rruga Nuredin Aliu, që është rruga nga QTU-ja për tek ura e Gjanicës, përballë me ushqimoren, përballë me ndërmarrjen ushqimore në zonën industriale, dhe ata prodhonin, nëse do të flas për eksperiencën time, në 1988 e kemi bler një të tillë, ndërruam një të vjetër që ishte në shtëpi qysh nga vitet 70 dhe konsideroj demode atëherë. Dhe sot mendoj Artur që nëse do t'i kishim ruajtur, fare mirë mund t'i ofronim në muze. Dhe kjo ka një histori të tillë. Ka qenë bufeja dhe tryeza e pritjes së miqve, jo nuk e di, ka pasur dhe standard, edhe modeli i koltuqeve dhe kompleksi i koltuqeve kanë qenë të një qytetari fierak, i cili jeton dhe sot në moshën e tretë sot, ish ushtarak i ushtrisë shqiptare, siç ka qenë dhe babai juaj, nuk po e përdor si emër, po e ruaj anonimatin, i biri i tij
e mori, jetonte në Zvicër, ka një gjeografi interesante, e mori për ta patur si kënd në shtëpinë e tij, për të patur si nostalgji nga periudha e kaluar. Dhe pastaj ja fali Bashkisë së Fierit, e cila mundsoi muzeu. Domethënë ka bërë një ecejake nga lagja ku banon familja e tij, nga lagja Apollonia, në Zvicër, dhe nga Zvicra përsëri në Fier dhe ndodhet në Muzeun Historik Fier. Është e pajisur natyrisht dhe me aksesorët dhe me mjetet e kohës, që nga serviciot e qerasive që përdoreshin në familjet tona janë gota vere. Për publikun është një të themi, këto janë origjinale. Janë prodhime të ndërmarrjes Nish Qelqi, më duket, ndërmarrjes industriale shtetërore të Qelqit në Kavaj. Janë prodhime shumë interesante, por ndoshta në tema të caktuara, nëse do t'i kushtohemi Muzeut Historik Fier, që është një temë e gjatë, përmban shumë tematika, nga pikpamja historike, etnografike, mund të ndërtojmë temat të caktuara. Si jetohej në komunizëm është, me qenë se jemi këtu. Brenda kësaj. Televizori Lura, prodhim shqiptar. Në mos gaboj Iliria, unë në familje kam pas Iliria, Butrinti, Lura, ka qenë edhe një markë tjetër, mos gaboj Dajti, të cilat prodhoshin në uzinën e radio-televizorëve në Durrës. Radio Iliria, që është radioa e parë portative, cila përdorej me bateri, por përdorej dhe me energji elektrike, përdorej një kondensator i energjisë elektrike. Për të kemi një radio nga ato është gjermano-lindore, Sonnenberg, e vjetër, që mund të jetë e viteve 50 apo e viteve 60, kur Shqipëria kishte marrëdhënie të ngushta me vendet komuniste, vendet që quheshin vendet e kampit socialist, ku bënin pjesë Bashkimi Sovjetik, Polonia, Republika Demokratike Gjermane ose Gjermania Lindore, Hungaria, Çekoslovakia, Rumania, Bullgaria dhe Shqipëria, duke përjashtuar Jugosllavinë, e cila që është nga viti 1948 doli nga kampi socialist për shkak të grindjeve të Titos dhe Stalinit për leadershipin e lëvizjes komuniste botërore. Paksa e përdora term që të fus dhe në histori, sepse ju keni ardhur me në rolin e gazetarit, ke ardhur me një pikë synim të caktuar, dhe nga përvoja ime them se ecuritë e këtyre emisioneve në gjatë ecurisë, përveç se programit të hapur që gjithmonë gazetari për të qenë transparent me intervistuesin ose me protagonistin e intervistës së në thonjza të lirë, se ju keni përgatitur strukturën tuaj, them që ka dhe një program të fshehtë i cili do ta ngacmosh në momentet të caktuara, do ta strukturosh, do ta detyrosh të intervistuarin të flasë sipas qëllimit tuaj, që për tematika që për publikun janë interesante dhe që i konsideroni grishëse dhe tërheqëse. Gjithsesi unë po e mbyll ligjëratën tashmë dhe po pres pyetjen e radhës. Atëherë si mendon ti, Ilir, si funksionon rrjeti i muzeve në Shqipëri? Përpara se të futem tek rrjeti i muzeve, të shpjegoj diçka për Muzeun Historik Fier. Fillimet e Muzeut Historik Fier janë qysh në vitet, kemi dy data, 1948, 1956, po mendoj se duhet jetë diku tek 1948, jam dakord me datën e parë, kur në Fier u hapën disa dhoma muzeale, në një ambient që ka qenë në qendër. Jo, muzeu i Gorit që ne quajmë në Fier, të cilët kur kemi qenë të vegjël, kështu e kemi dëgjuar nga të tjerët, domethënë ka qenë një legjendë urbane dhe ka të bëjë me përgjegjësin e muzeut, drejtorin e muzeut të atëhershëm në vitet 60, Gori Sotën, një personazh që
ka bërë shumë për muzeologi në Fier. Ne në Muzeun Historik Fier kemi shumë materiale me karakter historik, etnografik, por dhe fotografik, sepse Gori ka qenë dhe fotograf, dhe të gjithë kemi një arkiv të pasur të fotografive të Fierit vjetër, të viteve 50-60, që sot janë me shumë vlera historike, sepse një fotografi flet sa 1000 fjalë, shprehja e famshme. Dhe kishte edhe një specifik që i shënonte me laps plumbi të dhënat. Dhe ne në faqen e Muzeut Historik Fier, faqen në Facebook, kemi postuar shpesh herë në shumë raste fotografi që kanë autorsinë e Gori Sotos. Por ai muze që ne quajmë të Gorit në Fier ndodhi tek në qendër, tek rruga Muhamet Agolli, Muharrem Agolli, ose që quajmë pedonalia e vogël tash në gjuhën qytetëse, dhe është ndërtesa dykatëshe që ka mbetur e vetme nga trashëgimia, ndër të vetmet nga trashëgimia e Vrionasve. Ka qenë godinë në pronësi të familjes Vrioni, që ka vlera të jashtëzakonshme në shëndërimin e Fierit si qytet në vitin 1864 dhe në ecurin dhe në startin, në urbanizimin që i dha këtij qyteti, por dhe në drejtimin politik që ka zhvilluar në Fier. Dhe aty muzeu ka qenë në një ambient të përshtatur dhe ka qëndruar deri në korrik të vitit 1978. Nga 15 korriku i vitit 1978 e ushtron veprimtarinë në këtë ndërtesë. Godina Postafat. Godina ishte ndërtuar nga Drejtoria e Naftës, ka dhe kjo një histori. Mendohej që jo, kjo ishte planifikuar, kjo ndërtesë ishte planifikuar për një kompleks shërbimesh për punonjësit e naftës, të cilët këtu do të drekonin ditën e diel pushimit, do të pinin kafen, kishte një sallë lojrash për ta, por ishte edhe lavanderi që i shërbente nevojat atyre që ishin beqar dhe që do të kalonin kohën në mënyrë të kulturuar. Por dënimi i grupit të naftës në 1975 pastaj e futi dhe këtë godinë në materialin që duke penalizuar në thonjza, ja kujtuan drejtorit të atërshëm të përgjithshëm të naftës, që do të borgjezonte në thonjza punëtorët e naftës dhe mbeti e shkret. E pastaj janë kontributet ishte kontributi kryesisht i disa intelektualve dhe shtetarve lokal, zyrtarëve lokal, që ja propozuan autoriteteve përkatëse dhe u ngrit një grup pune, u vendos që këtu të hapej Muzeu Historik Fier. Ka një sipërfaqe çdo kat prej 750 metra katror, sipërfaqe konsiderueshme, ka një sër pavionesh, në katën e parë prezantohesh me arkeologjinë, me pavionin e arkeologjisë të antikitetit, pastaj vazhdohet me pavionin e rilindjes e pushtimit osman, të rilindjes dhe të pavarësisë, është pavioni i Fierit midis dy luftrave botërore, i periudhës së pavarësisë, shoqëruar dhe me element etnografik të kohës, ku kemi dhe dy dhomat maket, dhoma maket e fshatit myzeqar dhe e qytetit të Fierit. Pastaj ngjitemi në katën e dytë, është lufta nacional shqiptare, kemi memorialin që kemi përballë të dëshmorëve, fare mirë kur të përgatisin emisionin, mund t'i bëni dhe një kalim me kamerë dhe që të kemi një pasqyrim më interesant, mos ta mbysim, mos ta lodhim, të shikosim vetëm me bisedë një planshe. Pra kemi luftën nacional shqiptare, kur është dhe një muze armësh dhe muze i mirëfillt lufte, ka një kontingjent të madh të larmishëm armësh të fuqive ndërluftuese në luftën e dytë botërore, dhe që patën pushtuar dhe Shqipërinë, siç ishte Italia fashiste 7 prill 1939, 8 shtator 1943 dhe pushtimi gjerman pastaj që fillon nga kapitullimi italian nga 8 shtator 1943 deri në 29 nëntor 1944. Vazhdohet pastaj me ikonografinë, ka një pavion shumë interesant të ikonografisë
origjinale të etnografisë, është dhoma ose këndi maketi periudhës së komunizmit, dhe ajo që është më interesante dhe që mund të ndërtohet një temë shumë interesante është që është nga muzet vendor më të pasur dhe ka një galeri arti, natyrisht të periudhës të socialistit, periudhës të komunizmit, të realizmit socialist, por ka piktura me tematik historike të piktorëve të njohur shqiptar. Të përmend disa emra. Vilson Kilica. Njeriu piktori më i madh që ka nxjerr qyteti i Fierit, një nga personalitetet jo vetëm të pikturës, por dhe të edukimit. Ju vini vetë nga Akademia e Arteve të Bukura, pavarësisht se juve keni specialitet, një instrument që është instrumenti i fagotit, që është një instrument apostafat special për orkestrat simfonike ose deri diku dhe bandat frymore, për orkestrën simfonike. Dhe tek artet figurative ai ka qenë personalitet, ka qenë sekretari i lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve. Po piktor të tjerë lokal është Minella Saro, plas. Më falni se i kërkoj ndjes publikut, po them piktor të shquar fjerak, po gjej termin më saktë, Minella Saro, mjeshtër i pikturës, edhe i mësimdhënies dhe i shkollës artistike Jakov Zoza, nga themelusit të figurativit, që juve jepni mësim sot si t'jemi i sakt me termin, si mësues i solfezhit. Flasim për arsimin para universitar këtu. Kemi Pandeli Lenën, një emër të njohur, por kemi dhe emra të tjerë. Kemi Hasan Albanin, piktor dhe studiues i artit mesjetar, i pikturës mesjetare në Shqipëri. Kemi Nestor Jonuzin, kemi Skënder Kamberin dhe emra të tjerë. Pra është një galeri shumë interesante. Dhe pak a shumë, ky është Muzeu Historik Fieri, i cili në fondet dhe në ekspozimet e tij ka 597 objekte të regjistruara në Institutin e Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore. Është një muze që ndodhet në qendër të qytetit Fierit, që është i hapur dhe punë kryesore e ka me edukimin, me arsimin para universitar, që nuk ka tarif bilete, sepse këtu do të dalë. Muzeu Historik Fier është muze vendor. Në Shqipëri, rrjeti muzeor ndahej në dy kategori, muzet kombëtar dhe muzet e rretheve. Të gjithë ishin në varësinë e Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, po themit Ministrisë së Kulturës. Në vitin 1995, Ministria e Kulturës, muzet e rretheve ja kaloi në ngarkim, në administrim bashkive të qyteteve, bashkive të qyteteve, ku ato ushtronin veprimtarinë. Se prej vitit 2015 me reformën e fundit territoriale administrative, nuk ka më bashkitë qytetit, si shpërdor media sot, bashkia e qytetit Fierit. Kemi bashki që përfshin edhe rrethinat, ish komunat që sot janë shtëruar në njësi administrative. Dhe qysh nga viti 1995, Muzeu Historik Fier është në varësinë, në administrimin e Bashkisë Fier. Dhe ky është ndryshimi. Pra, sot ne kemi këtë gjendje, sipas ligjit mbi trashëgimin të vitit 2018 mbi trashëgimin kulturor dhe muzet, Shqipëria ka kategorinë e parë muzet historik kombëtar, siç kemi Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë, Muzeun Historik Kombëtar Shtëpia me Gjethe, Muzeun Historik Kombëtar Gjeli Kastriot Skënderbeu në Kruj, kemi Muzeun e kombëtar të fotografisë Marubi, kemi Muzeun Arkeologjik në Durrës,
kemi muzeun arkeologjik pranë Parkut Apollonis, muzeun arkeologjik në Butrind, kemi muzeun e armëve në Gjirokastër, muzeun e artit mesjetar në Korç, kemi muzeun muzeun ikonografik në Berat. Ka shumë që janë shërriti më. Që janë muze dhe nuk e di kë kam harruar e tjerë, mund të kem harruar dikë që janë muze kombëtar, të cilët janë varësinë e Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe të Sporteve. Ndërsa muzet vendor, që jemi në qytetet kryesore, në bashkitë kryesore të Shqipërisë, pavarësisht se mbi bazën e ligjit që citova më parë, i lind e drejt çdo bashkie të hap muzeun e saj, siç ka ndodhur dhe me Roskovecin, që prej 2 vitesh ka hapur muzeun e bashkinë Roskovec, muzeun e tij historik. Dhe Muzeu Historik Fier është muzeu më i madh vendor. Prej të gjithëve. Jo vetëm si përfaqe, si ambiente, por edhe nga pasuria tematike dhe pasuria e objekteve. Janë 597 objekte. Mendoj se është një muze që ja vlen të vizitohet, nuk flas për vizitorin vendor, por e kam diku gjetk, pasi është një muze që nuk është në hartën e guideve, ose nuk është në vëmendjen e duhur të guidave turistike, të agjensive për qëllimet nga më të ndryshmet, ose për arsye të cilat nuk janë infrastrukturës, ndoshta edhe të infrastrukturës, por që nuk më takon për ta thënë, por mendoj se me bërjen e bypassit të Fierit nuk kalohet më në Fier, por për qëllime agjensit përgjithsisht i bien shkurt. Bëj një paraditën në Apolloni dhe duke qenë se edhe Vlora dhe Berati janë shumë grishse. E kanë rritur standardin e tyre dhe trashëgimi kulturore dhe Vlora nuk është në guidë turistike. Dhe kanë përjashtuar dhe Vlora. Ndoshta është një problem, nuk është fusha ime dhe të respektojmë statusin dhe rolin dhe të jemi gjithmonë me këmbë në tokë. Unë jam për këtë i dashur Artur që të gjitha intervistat, të gjitha prononcimet në media duhet të kenë një farë filtri. Do të thoni ju çfarë filtri? Po, media nuk është kafeneja apo lokali i lagjes dhe i fshatit që mund të flasësh pa dogan, që mund të flasësh në mënyrë subjektive, në emocionale, ndoshta edhe të qëllimshme. Në media duhet të jesh rigoroz, duhet të jesh i drejt për drejt, i qartë, por dhe të japësh mesazhe, sepse ai syri magjik që na ndjek tashti dhe që ne zhvillojmë bisedën, bëjmë një bisedë ndërpersonale këtu, por ai është komunikim në grup dhe komunikim masiv. Përçon një mesazh të madh, jo vetëm të karakterit njohës, por edhe të karakterit ka dhe ndikues, nga pikpamja emocionale, nga pikpamja psikologjike. Gjithmonë lektorët duhet të dinë se çfarë përçojnë tek publiku, tek mediumi, dhe duhet të përçojnë gjithmonë energjinë pozitive, problemet pozitive, optimizmin. Ky është dhe qëllimi i jetës. Gjithsesi, duke pas kësaj ligjërate të gjatë, po vendos pikën mbi, mendoj që janë të gjitha kushtet
diçka subjektive, subjektivizma ka kudo, që muzeu historik Fier duhet jetë më shumë në vëmendjen e agjensive. Nuk na takon ne të bëjmë një reklam, sepse nuk jemi një ent, një institucion, apo një subjekt fitim prurës. Ne merremi me përkushtim, me pasion, me përgjegjësi, me ruajtjen e memorjes kolektive, me prezantimin e etnokulturës dhe trashëgimisë kulturore. Edhe unë të uroj që kjo bisedë të vlejë edhe për më tej. Mendoj se mesazhin e përçuam. Atëherë juve keni shumë aktivitete këtu në muze. I fundit ishte me Bashkimin Brekën. Të cilin ju e kishit subjekt dhe objekt të emisionit tuaj. Si funksionon, po themi, në muzeu, se ju thatë që është i hapur për publikun për hyrje, dalje, vizita e tjera, në aktivitetet kërkimore shkencore? Krahas të qenit dhe të funksionorit si muze, pra është i hapur për vizitorët, turistët, mësuesit, studentët, publikun, qytetarët, ne organizojmë dhe aktivitete të karakterit promovues, të karakterit përkujtimor dhe të karakterit shkencor. Në infrastrukturën e këtij institucioni është dhe një sallë aktivitetesh funksionale prej 80 vendesh të ulura, ku ne 4 apo 5 herë gjatë vitit zhvillojmë aktivitete periodike, të cilat i lidhim me data të ndryshme historike, siç ka qenë 17 janari, që është dita ku ne përkujtojmë heroin ton, kombëtar Skënderbeun. Dhe meqense të ndalem pak këtu është e rëndësishme për publikun, ne nuk i njohim Skënderbeut ditën e lindjes. Pra, në historinë e Shqipërisë nuk dihet dita se kur ka lindur Skënderbeu. Këtë e them me përgjegjësi. Fanoli bëri llogarinë e viteve, siç domethënë njoftimi zyrtar 17 janar 1468 vdiq, Skënderbeu ekzistojnë dokumentat. Një muaj më pas, në 13 shkurt, mbriti lajmi në Venecë i vdekjes Skënderbeut, nga 17 janari, dhe dokumentet veneciane e japin sakt. Dhe në 17 janar të ndryshme, duke përkëmbyer, jo çdo vit, ne organizojmë aktivitete për të karakterit shkencor dhe përkujtimor për Skënderbeun, me lektor që referojnë, kumtesa, referate, prurje të reja. E kemi zhvilluar në këtë kuadër edhe për ndriçimin e figurës Gjergjerianitit. Sepse ka diçka që figura e Skënderbeut e thot Babingeri, historiani i njohur i shkollës gjermane, që Skënderbeu e ka eklipsuar figurën e Gjergjerianit, i cili ishte po aq i madh dhe po aq i rëndësishëm në histori sa vetë ai. Ndërkohë që sfundi risia tjetër vjen nga letërsia për një tjetër figurë, për figurën e Donika Kastriotit, dhe është shkrimtarja Mira Meksi, tek libri i saj, romani i fundit, u bë shumë i njohur ndërkohë, Ikona e plagosur, ku e nxjerr figurën në patë dhe thekson për figurën e Donika Kastriotit, që dhe Donika Kastrioti u eklipsua nga
pati fatin nga Skënderbeu. Pra historiografia letërsia është marrë me figurën e Skënderbeu. Donika ka qenë më e rëndësishme se Skënderbeu. Jo, përpara Skënderbeut. Nuk mund të themi këtë. Nuk mund të themi këtë. Ka një histori shumë interesante dhe është ajo vjen nga një familje Tashti do t'ju ndërpres, do ta marrë rolin e gazetarit dhe të vazhdoj dhe pak me aktivitet. Zhvillojmë për 7 prillin, kemi një figurë që nuk është ndriçuar në aspektin e historiografisë kombëtare, shqiptare, që lidhet me luftën, që është Hamdi Metaj, është një nga dëshmorët e 7 prillit të vitit 1900, të heronjtë e 7 prillit të 1939, që ka rënë në betejën e Bestrovës. Kemi fotografi të tij, por ky është një nga defektet edhe të janë marrë kryesisht ushtarak, historianët ushtarak. E anashkalojnë paksa. E zhvendosin pak, japin më shumë rëndësi Durrësit dhe nuk fokusohen edhe në pjesë të tjera të Shqipërisë, sepse rezistenca është bërë kudo në gjithë Shqipërinë. Është bërë në Vlorë, është bërë në Sarandë. Në Vlorë ka vazhduar në qafën e Bestrovës ku kemi dhe Hamdi Metajin, sepse atje shkuan fjerakët, djemtë dhe burra fjerakët të luftonin, por këtu me Hamdi Metajin e del një fakt interesant që është mohuar nga historiografia e komunizmit, sepse një pjesë e ushtrisë shqiptare bëri rezistencë. Nuk do të ecim me atë legjendën që instruktorët ushtarak italian çmontuan shulat dhe hoqën shulat dhe gjilpërat e pushkëve, të mitralozave, të topave për të minuar rezistencën. Atje është bërë një rezistencë e jashtëzakonshme. Për 24 orësh të bllokosh kolonën e 4 të trupave të italiane të zbarkimit. Dhe ai përkiste një prej 2 batalioneve që shkuan për të luftuar të ushtrisë kombëtare shqiptare që shkuan atje. Por kemi 18 prillin, që është dita ndërkombëtare e siteve arkeologjike. Kemi 18 majin, që është dita ndërkombëtare e muzeve, zhvillojmë aktivitete. Ajo që është më e rëndësishme, kemi zhvilluar aktivitet të përvitshëm, është 29 shtatori i çdo viti, që është dita kombëtare e trashëgimisë kulturore, dhe që këtë vit mendojmë të organizojmë një aktivitet të posaçëm, të drejt për drejt, në formë spektakli, në formë koncerti, ndërtuar dhe me referime historike, për vallën ndyshe myzeqare, e cila së fundmi u fut në trashëgimin kombëtare, jo materiale. Kemi materiale për to. Vallja dyshe është një valle e jashtëzakonshme, një valle shumë e hershme, një valle për të cilën ka studime një nga koreografët dhe një nga kontribuesit, pedagogët, ish drejtori i shkollës së baletit, Vlash Kalamata, një personalitet i fushës koreografisë në Shqipëri, i cili thekson që ajo është një valle e vjetër me luftarake e popullit shqiptar që ruhet në krahinën e Myzeqes, dhe që interesante dhe që ruhet mirë dhe vallëzohet, ka nisur dhe sot risia të vallëzohet edhe nga të rinjt. Para disa dekadash koreografët dhe vetë Vlash Kalamata ngrinte rrezikun se kjo valle po harrohej nga breziri. Ja si riciklon tradita, etnokultura, historia, në rast se institucionet shtetërore, shoqëria, media dhe individët punojnë me përkushtim dhe me pasion për rujtjen e vlerave të jashtëzakonshme të trashëgimisë kulturore. Por ta mbyll, kemi zhvilluar dhe me aktivitete pasaj për 15 dhjetorin, që është dita e fitores së fierit mbi fashizmin, ose e dita e çlirimit të fierit, që edhe ajo ka disa histori interesante, ku kemi dhe një legjend urbane, si që është ajo e fabrikës dikushve të Miellit, që sot është Galeria Arteve, që mban emrin e piktorit Wilson Kilica, cilët gjermanët nuk e hodhën dot në herë, sepse kryespecialisti i saj ishte specializuar në Austri. Dhe pikërisht kryemekaniku e fliste mirë gjermanishten,
kur shkoi në 15 tetor të vitit 1944 një repart gjenjerësh për ta minuar, gjitha hithën erë, kryespecialisti i thot komandantit që drejtonte mini njësin ushtarake të Wehrmachtit, thot, këto do hitnin erë, po lexoj pak këtu, i thot. Këtu lexon Daimler-Benz, është e vetmja stampat e makinerit e bluris së dritit, është e vetmja vepër e trashëgimisë dhe kulturës gjermane që ne kemi në... Dhe çuditërisht Gjermani u tregua Gjerman, u tregua korrekt dhe dha urdhër prapa ktheu dhe kështu shpëtoi fabrika e miellit. Si objekti i Daimler-Benzit është makinerit nuk e di se çu bë me to, u çmontuan çfat patën të merret media e specializuar me to, por godina është në vend dhe është dhe ne kemi dhe trashëgimi, ajo është një godinë që duhet shpat monument kulture, sepse është e vitit 1935-1936 dhe paka shumë po kalon 100 vjet e fiton statusin atje po shkojmë gradualisht, por është dhe vepra e parë industriale në qytetin e Fierit. Ndërkohë që atë ditë 15 tetorit 1944, Gjermanët hodhën në erë urën e vjetër, urën me 2 harqe të Fierit, urën e ndërtuar nga Ahmet Kurt Pasha në vitin 1777, që ishte edhe është dhe simbolika e themelimit të këtij qyteti, sepse lindi si një qytet si kryqëzim dhe kalim rrugor. Ajo uru bë piknisja e themelimit të qytetit, sepse si fshat Fieri ekzistonte përpara saj, dhe që ndahej në Fierin e Madh, Fier Kebir dhe Shkozën, që ishte pjesa tjetër dhe që më vonë u shndruan në lagjet e qytetit, sot lagja 1 Maj. Hodhën erë centralin elektrik, aty ku ndodhet ndërmarrja e sotme e ujësjellësit, urën e Sheqit dhe urën e Mbrostarit. Ura e Mbrostarit ka qenë urë me 2 harqe. Ashtu siç ka qenë dhe urë me 5 harqe, ura e Mifolit. Ka fotografi që i ka publikuar Arkivi Qendror i Shtetit dhe që sot dhe ajo urë është pastaj ndërtuan në 1946 kur uri ndërtuan urat, ndërsa nga ura e vjetër e Mifolit ka mbetur vetëm harku, njëri nga harqet, sepse 4 të tjerë Gjermanët i hodhën erë. Lufta shkatrimtare. Dhe në Shqipëri ka pasur pasoja shumë monumente të trashëgimisë kulturore. Dhe ndërsa për brezin e ri është shtuar interesi, sepse dhe ata përdorin rrjetet sociale dhe informacione që i dëgjojnë ose dhe nga televizioni, mundohet që ti aktualizojnë. Është punë e bukur, Artur. Muzeologjia është punë e bukur. Ka dhe ajo specifikat e veta, por është vërtet punë e bukur dhe pasionante. Jemi në fund bisedës, Ilir. Kemi një mesazh për publikun. Thatë shumë gjëra, po një të përmbledhur. Të përpiqemi që gjithë që të thellojmë njohuritë tona historike, dia është e pafund, historia përveç se karakterit të saj interesant i Joshës është edhe një detyrim moral, shpirtëror, qytetar, intelektual, kombëtar i një individi për të njohur trashëgiminë dhe të kaluarën historike të tij, të familjes, qytetit, fshatit apo vendit, sepse ka të bëjë me identitetin dhe ne si shqiptar kemi një histori që është një histori e respektueshme, e respektuar edhe në raport me fqinjët tanë apo dhe me popujt e tjerë të botës. Megjithatë, edhe këtu ka vënd për të thelluar njohuritë, sepse do ta nis nga vetja, nuk janë vetëm vizitorët që mësojmë këtu, por mësojmë dhe ne nga vizitorët. Ju falenderoj, Ilir, për bisedën e këndshme dhe ju uroj suksese në punën tuaj. Edhe unë ju falenderoj dhe mendoj se do të kemi bashkëpunim për tematika të caktuara, të afërt, të shpejt dhe efektiv. Faleminderit.